ndaj cilit vend, ndaj cilit territor shqiptar ka pretendime Serbia, ndaj Kosovës, nuk ka pretendime ndaj Shqipërisë. As ndaj Iliridës ose territorit Pollogut dominum me shumicë shqiptarë në Maqedoni. Ka pretendime ndaj Kosovës. Pse pikërisht ta janë të koncentruar në Kosovë? Zotri Belizar Jezerci ka shkrimet shumë ku thot që i manastiri Deçanit është shqiptar. Nëse ky thot që është shqiptar dhe ky tash është shqiptar katolik, a nënkupton kjo që bashkimi mes shqiptarëve dhe serbëve do të bëhet manastirin e Deçanit, pra vllazërimi fetar? Kjo mendoj që është edhe në mënyrë pavetëdijshme një tendencë edhe parafrimit edhe me Kishën Ortodokse Serbe, po njëkohësisht këta nuk janë duke kuptuar që nuk janë baballar të kombit, nuk janë me meritorët për çlirimin e këtij vendi, nuk mund janë duke bërë lexim të gabuar të historisë, janë duke harru krejt historinë e kontributit të shqiptarëve të besimit islam në ndërtimin e kombit shqiptar. Këta harrojnë që rilindja kombëtare, babai i rilindjes kombëtare, arkitekti i parë është Hasan Tasini, Hoxha Hasan Tasini. Këta harrojnë që gjithë pas tij, prej Sami Frashit, Abdul Frashi e tjerë janë nxënës tij. Këta harrojnë që lëvizjet kryesore në Kosovë janë bërë për Hasan Prishtinës dhe tjerëve, për Isa Boletinit e tjerëve që kanë qenë shqiptar musliman. E pastaj Adem Jasharit e Shaban Pullur. Këta harrojnë që lidhja prezident është të drejtu prej muslimanëve, i merr prezidenti Abdul Frashi. Këta harrojnë që shpallja pavarësisë është bërë nga Ismail Qemali e nga Vebi Dibra, Hoxha, i cili ka bërë legjitimimin në farforme edhe në kuptimin fetar për domosdoshmërinë e ndërtimit në shteti kombëtar shqiptar. Tash, nëse boshti i kombit ton është popullata muslimane, qysh po mendojnë këta që domthonë krejt historia do të me fshi edhe me fillu prej zerës edhe me nxjerr porët e kontributeve të elementit katolik shqiptar, pa i nënvlerësuar, sepse ne e dim burrat mëdhaj katolik shqiptar patriot më kanë kontribuar për këtë vend, duke filluar prej Pashkovasës, e prej ministrave të Ismail Qemalit, e pastaj Gjon Sereqit, e shumë figurat maja që kanë luftuar në luftën e UÇK-s. Por të njëjtit nuk kanë luftuar në emën të urrejtjes ndaj islamit dhe muslimanëve, po kanë luftuar për të mbrojtur tërësinë kombëtare territorit tonë dhe për me bashku Kosovën me Shqipërinë.